Kush nuk ka darkë se do të dobësohet, këtë video duhet ta dëgjojë me patjetër. Edhe pse dietologët thonë vazhdimisht, gabimi më i shpeshtë që bëjnë pothuajse të gjithë është kapërcimi i vakteve, sidomos kur keni planifikuar për të dalë në darkë ose kur nuk ka fituar dikush edhe një zgjidhje më të mirë të konsumit të vaktit, ose me që jeni në një zgjidhje të dilemave tuaja, keni evituar gjithashtu një vakt të mirë. Kështu që, mendohuni më mirë para se ta anashkaloni vaktin e darkës në mënyrë që të shkoni edhe në një proporcion të drejtë me peshën tuaj. Nëse ky bëhet vesi juaj i përhershëm, do të sjellë çrregullime në metabolizëm. Rezultatet do të jenë të menjëhershme të stomaku dhe do të krijojnë gjithashtu edhe probleme me tretjen. Më mirë konsumoni një darkë të vogël sesa ta anashkaloni vaktin, pasi anashkalimi i ushqimeve mund të krijojë shqetësime në shëndetin tuaj. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë